Gjesti dhe Egli kanë sqaruar sonte në darkën e tyre në suit edhe deklaratën e banorit në dhomë të rrëfimit, ku thoshte se sapo të dilte nga shtëpia, Egli nuk kishte për t'ia parë më suratin. Mbas nishanit kam thënë kur s'ka për të ma parë suratin, tha Gjesti. Ti pa pikën e turpit sa deklarove aty e kam të dashur. Shkuam atje bëje lojra me Valbonën, nuk e kam thënë. Për kë i bëje këto ti mirë mo edhe të nishani, kishe surat ti me ato gjëra që ke folur në dhomë të rrëfimit, që thoje do zhdukeshe ti të zhdukesha unë mos me ta pa më fytyrën ashtu si e shprehur ti për mua. Ty mos me ta pa kur fytyrën, ju kthye Egli. Gjesti më pas i kërkoi falje Eglit sa i përket situatës që ndodhi me nishanin e saj. Mëtej ai i tha se nuk e kishte shfrytëzuar kurrë.